Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës të nderuar shikues. Në fakt, koncerti i radhës i Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar që mbahet sonte në orën 19 në sallën e Universitetit të Arteve, ka sjellë në Tiranë një tjetër artist të shquar me një aktivitet artistik ndërkombëtar dhe bëhet fjalë pikërisht për Zia Bushi Bejleri, saksofonist, pedagog, drejtor orkestras që është bashkuar me mua në studio. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën, edhe është një nder, privilegj që kam rastin sot të ekzekutoj me Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit, që është ajo orkestra që përfaqëson muzikën instrumentale shqiptare në skenë, sepse opera bëjnë dhe koncerte, po ato janë në grop që shoqërojnë operë, kurse kjo është e mirëfillt instrumentale, të kanë qenë gjithë profesorët e muzikës instrumentale të Shqipërisë, të mbar kombit mund ta them se sa Shqipërisë. Është hera e parë që vjen ky bashkëpunim? Mbas 90-s po, se unë jam larguar në 90-ën, kështu që mbas 90-s po, kam bërë në 2009-ën me Kameratën e Tiranës, që kishte organizuar besoj Arben Skënderi. Edhe përpara 90-s kam qenë kështu, kam punuar 3 vjet në estradë dhe nuk e di, kemi regjistruar në sallën e radios nga krau tjetër, kemi regjistruar muzikë filmi, nuk më mend tash, ka qenë Alessandro Lalos o e Laros ka qenë, kështu që ishte nevojë për saksofone dhe kështu që profesori im Viktor Shiroka më thiri për këtë. Ju e përmendet pak më parë që keni punuar në Teatrin e Estradës në Tiranë. Si ka qenë jeta juaj artistike përpara se të emigronit jashtë kufive të Shqipërisë? Po, në Institutin e Arteve u studiova për oboe. U diploma për oboe me mjeshtin Viktor Shiroka dhe në vitin e fundit kur jam diplomuar u bërë dhe ai jubileu, siç thuhet, koncerti i 25 vjetorit të Institutit të Arteve. Ishte shumë i ri me fjalën. Kështu që ishte një eksperiencë komplet ndryshe nga të sotmet. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Pastaj më emëruan në estradë, në estradën e Tiranës, nga që luaj edhe në saksofon atë kohë, me të ndjerin Selimi Shmaku, kishim krijuar grupin e muzikës moderne në institut, edhe pikërisht në studiet e televizionit kemi regjistruar muzikë me motive popullor, besoj Shkodrani ishin që kishte aranxhuar Selimi Shmaku. Edhe besoj se është do të jetë në YouTube gjakundja e hedhur ajo video. Ishte vështirë të emërohesh atëherë në Teatrin e Estradës në Tiranë? Si ka qenë përzgjedhja e artistëve? Tash ajo orkestra e Estradës ishte e formuar. Do të thënë, mua më zakonisht besoj më emëruan Elbasan, po drejtori i Estradës ishte Suleman Dibra. Edhe i nxorin pension Lulis, më kujtohet mbi emrin Lulit, e nxorin pension Lulis, edhe ishte kishte edhe moshën dhe më morën mua. Për si saksofonist, nga që kisha edhe eksperiencën e institutit me saksofon. Ishte një, si të gjitha profesionet besoj, kur del nga shkolla, idealet janë shumë të mëdhaja. Edhe ndryshimi është kolosal kur shkon në një ambient pune, je në orën 9, shkon në ato tavolinë e rumbullakët e stradës, ishin gjithë këngëtarët, Luan Zhegu e Maqazimi, Motrat Libova, Kozma Dushi. Ishte një bukurie me gjitha këto aktorë që ishin komikët, që nga Skënder Sëllaku e gjithë tjerë, ishte një eksperiencë e fuqishme, me thënë drejtën, se unë ishte shumë i ri, 23 vjeç, sa del nga shkollë, shumë i ri. Po vetëm se isha më donte shumë sulla dhe kur shkoja me vonesë, aty e tjerëve i bërtisë mos më thotë gjë. Ishte një fat i madh. Keni qenë i privilegjuar, që herët do thotë. Shumë i privilegjuar. Edhe biles kujtohet që Aleksandr Lalo më shkruajte një pjesë solo që ai luajta në Dekade Maj, thotë i me shoqe, por nuk më kujtohet tamam, se kanë kaluar shumë vite dhe mosha bot vetëm thotë populli. Cila ka qenë nxitja e parë për të përfshirë pikërisht në botën e artit, konkretisht të muzikës? Ti je shumë e re. Ato vite, po të gjej një zanat si të puna e muzikës, do të provoni si kisha apo s'kishte talent, edhe mua më provoi Robert Radoja, ka talenti Fatimati, se e njeh Fatimati edhe më futën bëra violin, besoj me Pirogezin, pa ishte shumë i vogël, 6 vjeç. Se më thajme atë, o do bësh këtë, o do gjesh në një punë tjetër. Kështu që ajo nxitje, më shumë ajo instikti njerëzor për të pasur diçka, një jetë më të mirë, të ndihmon, me thënë drejtën. Se sot për shembull mbase kalamajt e mi, djali im shumë i talentuar, i vogli, djali im shumë i talentuar. I thot njëri me shoqe se ajo është pianiste, i thot, o Emiliano, thot, po studio mos e shisa talent ke, se ai kësa vesh mirë që ke. O u thot, do bëj jetën tuaj, unë thot. Se jeta e muzikantit tamam është sakrificë, me thënë drejtën. E vështirë ditët e sotme. Si është krahasuar me vitet 90, kur ju keni patur aktivitetet e para artistike? Në ato vite e i ri dhe nuk
nuk i analizon ose nuk i shikon ato vështirësitë, se je me moshë të re dhe i kalon gjithçka, e kalon shumë në thonjza thjesht. Kurse moshë tjetër pastaj ke eksperiencën të akumuluar me vite, emocione të ndryshme, performanse në koncerte, në aktivitete, se për shembull unë luaj me bashkëshorten time, soliste, po bëj edhe me duo saks, me kuartet saksash, me big band jazz, që quhet muzikë jazz. Ajo si ato mozaikut që vjen nga një copë të vogël çdo ditë dhe pastaj kur kalon koha e shikon që ka marrë një lloj forme, një lloj pamje ose një lloj në thonjza vepër arti. E qartë. Por ama erdhi një moment në vitet 90 që përmasat tuaja artistike ishin aq të mëdha sa ndoshta nuk kishin vend më brenda kufive të Shqipërisë, por do kishin edhe përtej kufive të saj dhe vendosët të emigronit në Itali. Pse ky vendim? Tash unë kam gjyshen, jam me origjinë gjysmë, një çerek italiane, se gjyshja ime ishte nga veriu i Italisë, nga Sacile në Pordenone, kështu që ishte ajo, para 90-s dije që ishte ngushtim, kështu që nuk ishte vetëm një, si ta them, një lloj ëndre artistike më tepër se sa ëndre e gjithë njerëzve shqiptarëve që kishin dëshirë për diçka më shumë. Tash shikosh gjithë të bukuritë, për shembull studiot e duhet marrësh frym thellë, sepse është shumë përpara në krahasim dhe informacioni atëherë te ne ishte zero, vetëm në një student që vinte nga jashtë që merrnim për muzikën, që merrnim në një CD që ndigjonin, që të bënim, ishin do xhuvanet që jetonin këtu përpara që të vinin studionin jashtë na sillnin informacion, për ndryshe s'kishte. Kështu që ishte ajo, mbase ishte edhe gabuar, me thënë drejtën, se po të kishim pasur një tranzicion më fleksibël, s'kishim se ti kishim kështu me vrap. Si ishte përballja me një realitet si Italia në momentin që shkuat dhe u zhvendosët atje dhe filluat një aktivitet të ri artistik, një etapë të dytë tuaj në artistike? Ajo në fillim fare ishte një lloj shoku, sepse nuk ishim nga një sistem që ishim të gjithë të rregulluar, ky do jenë në stradë, ajo do bëjmë mësues atje, ti do bësh shuja dhe ishin të inkuadruar në themi nga shteti, kur thënë. Atje ishte freelance, ishte i lirë të shkoje, të gjeje, dhe të kapë, unë për shumë në ndorë të 90-s, në Tenjishit, më thret një, mu hap fjale ishte oboiste dhe kështu më saksofoniste dhe thot një, kemi një koncert me orkestrën simfonike të Pordenones, po do luajmë një vepër të ballë për 4 oboe. E më dhanë një korno ingleze që më kishte mësuar ai profesori më të rregulloja, edhe pasad, çfarë do merrem ato? Sa 300.000 lireta për shembull për 3 koncerte që u bën 4-5 prova. Ato s'mjaftonin as për të parë reklamat, për shembull. Shumë pak. Kështu që detyrova të punoj edhe si saksofonist një 9 vjet me ato orkestrat e Liscio, ose Night e të tëra, 9 vjet gjithë Italinë, nga Roma. Ndoshta edhe ju ka buzëqeshur fati në një farë mënyrë, se nuk ishte vështirë të shkoje të emigroje dhe të ushtroje me njëherë profesionin tuaj. Patjetër, pas një dyshim, por nga njëherë është pozitive që të krahasohesh me të tjerët që nuk e kanë, pozitive për ty, që të tjerët nuk e kanë aq të lehtë, por në jetën kohë është edhe shumë e vështirë të krahasohet, të djesh një krahasim me veten, sikur është në pasqyrë, them pse kjo është që do të bëjmë. Është paradoksale, nuk thuash ja sa mirë jam sepse ai është keq. Ti duhet të kërkosh, sidomos në zanatin tonë, po ishe me këtë termineri i updated, ti tesh i gjithmonë i rinovuar, të kesh informacion, nuk është e mundur, është e vështirë. E mbështetën ata lehtësisht talentin tuaj? Pata fat, me thënë drejtën. E mbështetën shumë, se zona ku isha unë aty në Pordenone, u hap fjalë direkte dhe nuk e di ku bëra me aty kështu serata të vogla. Saksofonist shqiptar. Këtu më thoshin italian, atje më thoshin shqiptar, kurse në Gjemari më thonë partizan. E qartë. Do flasim pak më vonë për aktivitetin tuaj që keni më pas në Gjermani. Cilat kanë qenë disa nga pozicionet ose aktivitetet më të mëdha artistike që kanë shënjuar karrierën tuaj artistike në Itali? Në Itali ishte kur mbas atyre viteve që punoja në orkestër, që i kisha nga mbas ditën nisesha kthehesha 3-4 të mëngjesit në shtëpi, 4 herë në javë, ishte shumë. Një punë intensive. Ishte shumë, ishte tamam. Më shumë se në studio që ju këtu. Ishte me të vërtet, isha i ri thash, përballoja, por pastaj fillon e lodhesh edhe nga ana jo psikologjike, por nga ana e dëshirave që nuk realizohesh akoma. Unë studioja sepse e kisha ëndër studio. Edhe rasti
bëj kongresi i saksofonit botëror në Sloveni, në Ljubljan. Edhe them ti me shoqë që shkon do marr pjesë aty, bëra ato inskripsionet, edhe studiova me saks soprano në koncert të Haydn që ishte proboj, ishte transkriptuar, edhe romancën e Paparissos e kam mbytur në koncertin botëror të 14 në Ljubljan. Ishte një eksperiencë e bukur. Aty pastaj mori një lloj drejtimi se si thon italianët non risica non rosica. Ai që nuk rrezikon nuk përfiton. Kështu që ishte si ta them, erdhi vetë momenti. Pastaj bëjmë një koncert në Sacile për Faciolin, piano Faciolin. Më tepër i me shoqe, por me që isha edhe unë, më futi edhe mund pjesën një a dy pjesë që luajta po këtë Haydn 2006, kështu, pastaj fillon vetë. U bëra edhe drejtor orkestrash, orkestra fimore, pata sukses sepse nuk është se ishte frekuentuar shumë orkestra, edhe kështu që i huaj, u rritën më shumë interesat, pastaj futa edhe muzikën jazz brenda, kështu që interesi ishte më i madh. Keni eksploruar, keni eksperimentuar. Po, unë studiova në Itali në Umbria Jazz, ishte me Berklee College of Music që bën ato kurset verore. Të vjen vetë spontane në momenti, që thuti për shembull, s'më pëlqen më këtu do gjej një studio tjetër, se u mërzita këtu është. Të vjen instinktive, nuk është se e vëj qëllim që nesër do shkoj këtu se do. Të vjen spontane. Fillova, studiova atje, pastaj studiova në Milano 2 vjet me Claudio Fazolin dhe atë Paolo Tomelerin, që ishin jazzista italian. Pastaj bëra edhe një tjetër stage në Castelfranco Veneto me Manhattan School of Music, dhe ishte për vjetori, 100 vjetori, dhe i Duke Ellington, dhe luajtëm kështu të gjithë repertorin, studium ato 4-5 javë sa ishte ajo kursi, verpat e Duke Ellingtoni që janë për big band, 5 saksofona, 4 trombona, 4 tromba dhe rhythm section që të thonë drums, piano, bas, kontrabas. A ishte pasaj kështu, janë eksperiencët të mrekullueshme. Kur je me ëndra, se pos patë ëndra nuk është kollaj. Gjithmonë duhet vra poshtë drejt ëndrave. Ëndra se pastaj duhet kënaqesh me sa mirë, sa marr lek këtu, s'është problem, se ajo edhe është fati mas, s'ke probleme ekonomike, se po të kesh probleme ekonomike, pastaj nuk të punon truri, kur thonë. Se është instinkti njeriu do fitosh. Keni zhvilluar keni zhvilluar aktivitete të ndryshme në shumë vende europiane, por edhe në përbot. Keni ushtruar profesionin e pedagogut, gjithashtu drejtor orkestrash frymore, sikur se tha dhe ju vetë pak më parë, nga ana tjetër edhe saksofonist. Më thoni pak, si e keni ndarë të jetë tuaj artistikën mes gjithë këtyre aktiviteteve, sa i ngjeshur ka qenë ajo dhe sa i vështirë ka qenë për ta realizuar? Nuk mund ta quaj të ngjeshur, sepse studimi i instrumentet është i përditshëm, duhet jetë i përditshëm. Jo vetëm për mua, por gjithë ato që kanë ëndra për ta ushtruar profesionin. Duhet të jesh gjithmonë, jo për shembull me instrument fryme do të kesh këtë që i thon bokaturën, që të kesh gjithë bokaturën ta kesh në formë, se është muskull. Duhet të ushtrohesh me ato, pastaj fillon nga një gjë do të del diçka tjetër muzikore, kam fjalën që të intereson më shumë. Edhe pastaj ke kolegë tjerë që janë do bëjmë diçka bashkë, do bëjmë kam bërë saks kvartete, kemi luajtur në Baskers Festival në Ferrara, në Karnavalin e Venecias. Në Austri kam bërë shumë bashkë me trio jazz, me një këngëtar amerikane, me një pianistin Marion italiane, kështu që kur jeton gjatë thonë që të jetosh gjatë duhet vjetërsohesh, nuk ka tjetër gjë. Kështu që kur vjetërsohesh në zanat, ke fiton çdo ditë nga një diçka më shumë. E qartë. Në fakt, duket sikur në Itali përmbyllet një etapë të dytë të karrierës suaj, për të zhvendosur më pas në një etapë të tretë. Pse kjo zhvendosje sërish në Gjermani? Në kërkim të çfarë? Nuk ishit i plotësuar mjaftueshëm artistikisht? Jo, sigurisht isha shumë i privilegjuar, sepse jam dhe tip sociali dhe asociali. Jam social sepse kisha të bëj me 30 veta në një vend, 25 veta në një vend tjetër, në bas koncertet darkas, flitet, që ishte shumë i... Dhe sot e kësa ditë, unë Itali këthejmë po këtë shokët e vite në 90, për shumë, ose këto tjerë që ishën. Por, po të them dhe italisht prapë, kisi ferma e perduto. Po të rish me një vend, pasaj filloj e zëmyk, kur themi në shumë. Edhe zanati t'il, pasaj edhe për kalamajt, sepse në Itali, nuk e ditë se është edhe njerëzore, kur thonë,
Ne ngjajmë, ato na ngjajnë neve, po them ne ngjajmë atyre italianë. Ato na ngjajnë neve që ankohen pak më shumë që këtu s'është kështu, është ashtu, edhe spontanisht edhe. Për kalamajt, se do kenë shkollë më të mirë, do kenë kështu më të mirë, do kenë matazhe, në fakt. Por në fakt kishte një ofertë muzikore në mes? Po. Njësoj, unë pata një të njëjtën profesor, njëjtën gjë që bëja në Itali, për shembull, drejtoj orkestra këtu më shumë, pata 3 në Gjermani, po. Bas kur erdhi ajo pandemia e koronës, 1 i lartë sepse ishte shumë pastaj, ishte shumë ngarkues. Se duhet i kushtosh vëmendje sepse e gjithë të muzikantët që janë në këto orkestra filmore kanë dëshira për lutë, unë nuk jam që më kam atë timen që do t'i imponoj veprat që dua unë të luajnë ato. Në fakt, kur shkova në Gjermani u shokova, sepse në Itali më thosh, maestro, questo peso fa schifo, no, facciamo un altro. Në Gjermani shkova dhe thash, tash që fillojmë 2009 të direkt, nuk doja të kisha të punë me vegla frymore fare, s'doja fare të kisha bëj. Vetëm më thanë të shkosh se dhe në 9:05 shkosh ke zonja, jo se në Itali, po 9:05 ti je përpara derës, në 9 kam lënë. Është kjo ora gjermane që thua të rëndom apo jo? E të mërshme. Edhe pastaj fillova me këtë orkestrë. Shkova herën e parë i them, ato flisën gjithë, as 2-3 fjalë gjermanisht, se kisha filluar me ashtu distin në maqinë për të mësuar. Ato flisin anglisht gjithë, i them unë, me që jemi këtu, thashun, qa do bëjmë, i thashun, qa do lujmë, isha mësu me italianë që maestro, kështu, fa skipa. Thamu, ne të zgjodhëm ty për maestro, ti do thuash, ne do bëjmë. Aty e thashun, hapasit, po. Pra kishte një kulturë tjetër në Gjermani, më rigoroze, në studime? Shumë të ngjashme me italianë për sa i përket këtyre orkestrave frymore, por më të disiplinuar. Shumë më të disiplinuar. Edhe më të koncentruar në përprova. Italianët janë më artistat, themi. Këtu ishën më maqinë. Italianët shumë kreativë më artistë. Pra, italianët kanë më shpirt artistik, por ata janë më të disiplinuar. Nuk mund të quhesh, po janë më, në atë vogëlsinë e çdo individi të thjesht, janë më artistë. Ato janë më të bindur, janë më, si të them, më kuadrat. Kështu është dhe kështu do bëhet, pik. Të thonë po është po, të thonë jo është jo. Mbaroj punën. Nuk thonë, si maestro facciamo, ma që abbiamo un problema, e të thua, e kuptova, s'do bëhet gjë. Po mësohesh me mentalitetin e tjetër, mësohesh. Sa vite u bët në Gjermani? Po kemi filluar të 16-in. Të 16 vit. Kalamajt ishte njëri 10, tjetri, sa ishte Claudio 16. Besoj, nuk keni një etap tjetër të ndërmend në karrierën tuaj artistike, apo kur nuk i dihet? Ma i dire maj, nuk i dihet kur. Po, djerë tashi, kështu. Cili do ishte vendi i radhës që do doni të eksploronit dhe të ushtronit aktivitetin tuaj artistik? Ase kisha menuja që do shkoja në Gjermani. Se isha aq mirë në Itali kur i thonë, po, të qonë jeta. Kur nuk i dihet. Si dihet asirë. Kjo është e bukur, surpriza. Jeta është ajo vogëlsia në mjet të kaluarës, të ardhmes, që nuk ekzistojnë as ajo, as kjo. Është shumë e vogël. Kështu që po të kënaqesh kësaj tashme, të bësh studimin, është diçka vjen mbrapa, do vi. Për mirë për keq sa si dihet. Rikthehemi pak tashmë tek koncerti që do të mbani sonte në sallën e Universitetit të Arteve. Çfarë përmban në repertori, çfarë do përcjellni për publiku? Tashi kjo është një lloj ëndre e bukur sepse kur studion ato pjesët e mia që janë këto repertori i kompozitorëve të shekullit 19, se saksofonin gjysmën e 18-s ka dalë si instrument për të thyer atë tunxhin me veglat e flauti, oboj të drurit që i thoshin, për të patur një frekuencë në mes të këtyre dy seksioneve të orkestrave frymore. Por është zhvilluar shumë në Francë si instrument, edhe pavarësisht se sot saksofoni është i lidhur ngushtë me muzikën jazz. Ajo muzika është një stil muzike. Si është muzika popullore, muzika bandistike, muzika marxhe. Ajo është një stil jazzi. Saksofoni është instrument që duhet studiuar njësoj se gjithë tjerët. Kështu që ka vepra shumë të bukura për saksofon moderne. Janë kompozitor francez, që s'ka nevojë t'i them kështu. Ky tash i rusi është një nga më të fortët për saksofon. Ky Aleksandr Glasunov është kompozitori që unë do luaj sot në darkë. Ka qenë drejtori i konservatorit të San Pieterburgut. Është profesori i Sostakovicit. Ka shumë vepra të bukura. Edhe është një lloj, si ta them, ego e saksofonistëve klasik që të luhet kjo vepër. Është e vështirë shumë, por
Kush nuk e provon nuk e. Sigurisht që ju me gjithë eksperiencën tuaj që mësoni. Ajo s'ka të bëj fare se do jepni më të mirën. Eksperienca është eksperiencë, po performanca është diçka tjetër. Nuk është një pikturë që do ta bësh, do ta pikturosh me kohë, do ta nxjerrësh në mostër, do ta nxjerrësh në ekspozitë. Kjo është një pikturë që duhet ta tregosh në të moment. E qartë. Që ka emocionet e bukura, sigurisht që përgatitja është e fuqishme dhe jam shumë i njohur orkestrës së radio dhe televizionit. Jam shumë i njohur, dhe i privilegjuar njëkohësisht. Po më ndjek kjo privilegji, shpresoj të vazhdoj të më ndjekë ky privilegji. Jam kurioze të di për cilin nga publiqet që ju keni luajtur koncerte të ndryshme ka qenë më i kultivuar në këtë drejtim. Po si them, unë sa që vin në Shqipëri më duket vetë se po bëj provim. Që po bëj provim në instrument prap, por ka të ndryshme. Unë kam për shembull janë në YouTube edhe koncerte që kam bërë në Itali, ishte një lloj La Corte dei Dogi quhej, ishte me kështu shumë i bukur, edhe pianoforti ishte Fazioli nga ato që janë më të shtrenjtat e botës, është poja zonë aty ku jetonim neve. Publiku është ato që vinë për koncerte sidomos klasike janë të interesuar, nuk është se do kërcenin rock atë për janë të interesuar. Gjithë mentaliteti është i ndryshëm për çdo popull. Edhe këtu kene është shumë i përkundrazi, ky joni është më, si ta them, është më kritik për sa i përket veprave klasike. Kam përshtypjen unë, shpresoj të gaboj, është më kritik që pretendojnë të marrin maksimumin nga artistët. Kurse të tjerët andaj duke sigur vinë për të... Pastaj, jo më kot kemi nxjerrë dhe ka është artistë virtuos që kanë shkëlqyer kudo në për arenat ndërkombëtare. Ajo është e vërtet. Ka diçka në bazë. Patjetër. Ishin shumë të... Ne vim nga pas luftës dytë botërore, ato si koncert në vitin 36, mendohet që s'kishte kjo hapi që ka bërë muzika instrumentale shqiptare, është i pa llogaritshëm, nuk si lapsus kohë, si kohë shumë e fuqishme se të gjithë tjerë. Të tjerë që nga Johann Sebastian Bach, nga 400-500 vjetë që ka është avash. Neve 50 vjetë, 25 vjetori institutin dhe 87-ën. Ai që ka punë që kanë bërë muzikantët shqiptarë ka qenë jashtëzakonshëm, sidomos edhe gjitha brezi i kompozitorëve shkodrani ishte i pallogaritshëm. Keni momentin për t'i bërë një thjerrje publikut për të ardhur, për t'u ndjekur sonte në këtë koncert që do dhuroni për ta? Unë i falenderoj ato që do vinë së pari, edhe ajo, si më thënë, mesazh që ju mund t'jap është që Orkestra e Radio Televizionit, Orkestra Simfonike ka nevojë për mbështetje, jo se ka nevojë për mbështetje, po ka nevojë për mbështetje nga publiku që t'i ndjekë koncertet, edhe ai që është gjyshi si punëimi që s'jam akoma, por të marri mbes të nipin dhe të ulen të shijojnë një koncert pa pretendimin që të kuptojnë se çfarë luhet ose çfarë nuk luhet. Se muzika klasike, për shembull, unë kujtoj nga gjyshim gjërat që ndodhin atëherë dhe i kam akoma në kokë pas gjithë këtyre viteve. Kështu që edhe niprit sa të rinë për parqe, le të shkojnë në një orë të shohin një koncert orkestrës. Edhe salla mbushet, edhe fëmia edukohet me tingujt muzikës klasike, që s'ka gjë më të bukur. Është terapi sociale e mrekullueshme. Për mua ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në studio, ju uroj një mbrëmje të bukur sonte dhe ju mirëpresim sërish për një tjetër aktivitet. Faleminderit shumë për intervistën tuaj. Faleminderit shumë.